Pas 48 orësh, kam vendosur që të bëj atë që nuk e kisha menduar kur që do ta bëja. Do fillojmë të hedhim online të gjithë librarinë time. E gjithë karriera ime, muaj për muaj, do të hidhet në YouTube falas. Kështu që, nëse nuk doni të humbisni filmat e mi, filmat e Starway Films, shkoni në YouTube edhe thjesht bëja atë butonin subscribe or follow, siç i themi në ndryshe. Nuk ka qenë një vendim i lehtë, sepse filmat janë bërë me shumë sakrifica. Filmat janë bërë me shumë shpenzime, shumë ëndra. Fatmirësisht, filmat e mi janë shitur gati në gjithë botën. Po a mjafton kjo? Nëse njerëzit e mi, nëse njerëzit e thjesht, ata që s'kan mundësi që të shkojnë ta shohin filmin kinema, sepse janë zënë, kanë punë, nuk kanë kohë, atëherë filmat do të jenë YouTube për ty edhe për gjithë botën mbar që ti shikoni në kohën tuaj, kur të keni kohë. Që nëse nuk e kuptoni mirë një skenë ose nëse filmi ju pëlqeu, mund të ktheheni edhe herë nga fillimi ta shikoni. Mund të uleni me familjen aty ta shikoni. Atëherë kemi vendosur që filmi i parë me të cilën ne do ta fillojmë këtë rrugtim do të jetë edhe filmi im i parë. Herë e parë në jetën time që kam thënë aksion në kinematografi. Edhe filmi quhet The Architect ose Arkitekti, siç e themi në shqip. Ky film është shumë i veçantë për mua, sepse është një film që flet për migracionin. Unë kam kaluar për vete 30 vjet në migracion, edhe kam parë e kam dëgjuar shumë histori të ndryshme. Jo vetëm shqiptarëve, edhe të vendeve tjera dhe popujve të tjerë. Edhe filmi Arkitekti është ndërtuar me copza jete të vërteta të këtyre njerëzve që emigrojnë në vende të ndryshme, sepse nuk gjejnë në vendin e tyre atë që ata ndrojnë, ose atë që ata pretendojnë se është më mirë për ta dhe familjet e tyre. Filmi Arkitekti është bërë me shumë sakrifica. Imagjinoni një film që ti e bën për herë të parë, askush nuk beson të ti, askush nuk ta ka dëgjuar emrin, por faktikisht ne e filmuam filmin në Kanada dhe gjetëm aq shumë mbështetje, aq shumë dashuri, aq shumë suport, aq shumë historira, mënyra se si e kemi filmuar atë film, sa që do kishim bërë një film vetëm se si është bërë ai film. Si thash, filmi Arkitekti prek një temë që është shumë e ndjeshme, sidomos për ne shqiptarëve. Emigracioni edhe mbi të gjitha emigracioni i trurit. Kështu që ju ftoj që ditën e diel, në orën 8:30 darkës, të ulemi në kanalin Starway Films në YouTube edhe ta shikojmë së bashku këtë film. Unë do jem aty, do t'ju përgjigjem të gjitha pyetjeve, të gjitha kurreshtjeve që ju do keni.